Janë shumë faktor të që përmbledhen në këtë situatë që ndodh vendi sot. Fitosh një mandatur të katërt mas 12 vitesh qeverisje që ka pas afera korruptive. Kaq, thjesht nuk them që s'kan bë punë, se puna normalisht për 12 vite do bësh një diçka që dalë përpara elektoratit. Por fakti që janë akuzuar për korrupsion, janë burg, nuk ishte normale që Rama të marrë një mandat katërt. Kjo për një popull që është normal, për një popull që ka logjik normale, nuk thjesht edhe sikur, kam thënë edhe në ato paraqitjet më përpara, edhe sikur kishte qenë një qeveri që ka punuar normal, qeveria vetë ju duke qenë 12 vjet në fuqi. Është e tepërt. Kështu që për një popull, sikur tash, një popull normal kjo do ishte ndrru. Por fakti është se nuk u ndrru, pse s'u ndrru, kush janë fajet? Këto fajet janë, unë fajsoj në vërtet shumicën e fajeve ja hedh popullit. Tash i populli është populli është tu, por në vërtet ai popull ka qenë populli 90-s që është ngrit kundra regjimit, nga si ish komunistët, si edhe demokrat, ata që 90-ën çuan bashkë me studentët për një shtet që mund me ngjasu me shtete tjera perëndimore. Gjithë këtë, domosht shqiptarët e kanë pas në 90-ën nga filmat e huaj, nga literatura që kanë lexuar fsheherës në kohën e komunizmit, nga njerëz që kanë dalë jashtë shtetit e kanë pas sistemin se si funksionon. E kjo është arsye, këto ishin ëndrat atyre njerëzve të 90-s që u ngritën kundër regjimit. Sadri, se po ju ndërpret çfarë faje ka populli në këtë rast, sepse nëse do marrim nëse ka fajin sistemi njerëzit si thoni ju populli, sistemi zgjedhor, nëse partitë e vogla do ishin gjitha bashkë, do kishin marrë gati 10 deputet. Por nëse do ishin edhe me Partinë Demokratike, do merrin akoma më shumë, dhe diferenca do të ishte shumë e vogël me mandate. Nuk do ishte 83, por mund të ishte 73 me Do dalë edhe aty, Dilber, po thjesht po them se ai popull që votoi komunizmin në 90-ën, zgjedhjet e para 90-91 kur votoi 70% votuan Partinë e Punës së Shqipërisë, se kishin frikë. Popull që është rrit edukuar me frikë në 45 vjet. Iku ajo mas një viti votuan Partinë Demokratike 90, 75 deri 90%, nuk e mbaj mend ato numrat eksakt. Po them populli, se populli është ai që zgjedh Partinë Demokratike, populli është ai që zgjedh Partinë Socialiste, populli është që zgjedh edhe këto partitë e tjera. Fakti është këtu, se për 30 vjet, si Partia Demokratike, si Partia ish komuniste, Partia e Punës së Shqipërisë, Partia Socialiste, njerëzit që e përbajnë ato, ose njerëzit që sot në emrin e asaj partije që nuk kanë bën as pak, as lloj nuk e kanë as një vit përbashkë me ish Partinë e Punës së Shqipërisë ose Partinë Socialiste. U du të them një gjë se me pasjen sot, unë që kam 29 vite në Amerikë me më thonë, a do votosh për deputet që ka pas Partia e Punës së Shqipërisë në 91 në votimet e dyta, që janë bërë votimet hapura mes deputetët e Partisë Socialiste e deputetëve të Partisë Demokratike, do votosha për Partinë Demokratike ose Socialiste, po flas të dyja të punës. Pse? Kanë pas karakter, unë flas për deputetët e viteve 92, kanë pas karakter, kanë pas dignitet, kanë pas idealet të tyre që kanë qenë të strukturuar në atë linjën e partisë tyre, njëjtën gjë demokrat, por sot për 30 vjet asnjëna palë nuk ja ka deliver, nuk ja ka dërguar popullit shqiptar ato çka kërkuan në vitet 90. E kjo është e keqja, domosdoshmë se ata nuk ja kanë deliver, edhe njerëzit s'kan ditë me kërku, pasi njerëzit janë mësuar me komand, ulu çau. Ishte një parti,
u bon 2 parti, u bon 3 parti, derisa ti mësu mu komandua nga mjesi dhe në dark, tash nga një parti e punës, u kthy Parti Socialiste, u bon një parti demokratike, ullu. E njëjta gjë, një grupim shkoj atje, një grupim kthej, populli mësu me komand. Këtë po them që populli kur është mësu me komand, është mësu me votu liderin, atër ky popull këtë lider dhe nxjerrë. Nuk po them që liderat kanë qenë këqij, po